bërë presion nga partia në pushtet. Në dijenin time ky është krim elektoral, i parashikohet si vepër penale nga kodi penal, janë shtuar këto vepra. Prokurori i përgjithshëm Ocian Çela prezantoi sot në kuvend raportin përmbledhës mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2024. Drejtuesi i prokurisë së përgjithshme, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve në sallë, pohoi se pastrimi i parave në Shqipëri patjetër që është një fenomen i dukshëm. Ai theksoi sfidat e vazhdueshme për sistemin e drejtësisë dhe për shkak të numrit të ulët të prokurorëve pas procesit të rivlerësimit kalimtar. Sipas tij, numri më i madh i procedimeve penale të regjistruar rezulton në prokurinë pranë gjykatës së shkallës së parë në jurisdiksionin e përgjithshëm Tiranë, ndërsa rritja më e lartë e procedimeve është regjistruar për pastrim parash me 59% të rasteve, falsifikim monedhash 48%, krim doganor 40% dhe veprimtari bankare dhe financiare 33%, duke reflektuar përpjekjet për të forcuar sigurinë ekonomike. Prokurori i përgjithshëm bëri të ditur se janë përfunduar 24.591 çështje, ku 36.7% janë dërguar në gjykatë, 33.9% janë mbushuar dhe 26.9% janë pezulluar. Ai vuri në dukje se gjithashtu ka patur një rritje të përdorimit të marrëveshjeve të fajësisë dhe gjykimit të drejtë për drejtë me 183 dhe 333 raste përkatësisht. Prokurori i përgjithshëm theksoi edhe bashkëpunimin ndërinstitucional të ndërkombëtar, si dhe profesionalizmin e prokurorëve, kanë dhënë rezultate pozitive në përmirësimin e drejtësisë penale, pavarësisht sfidave strukturore të sistemit, tha ai.